Shumica e njerëzve kalojnë gjithë jetën duke kërkuar, duke u lutur, duke pritur që diçka të ndryshojë. Ata flasin me Zotin çdo ditë, por thellë brenda tyre mbajnë një ndjenjë boshllëku, sikur diçka mungon gjithmonë. Ndoshta edhe ti e ke ndjerë këtë. Por çfarë nëse të them se ekziston një kod i fshehtë, një çelës i padukshëm që nuk kërkon lutje, nuk kërkon fjalë dhe nuk kërkon asgjë në këmbim? Një kod që disa njerëz e përdorin pa e kuptuar dhe për këtë arsye jeta e tyre rrjedh ndryshe. Ata nuk kërkojnë por marrin. Nuk ndjekin por të mirat i ndjekin ata. Dhe gjëja më e çuditshme, ky kod nuk fillon me atë që ti dëshiron, por me atë që ti tashmë ke. Sot do të zbulosh diçka që pak njerëz e kuptojnë vërtet. Mirënjohja nuk është vetëm një ndjenjë e bukur, ajo është një fuqi e fshehtë që ndryshon realitetin tënd pa zhurmë. Nëse e kupton këtë, gjithçka mund të fillojë të ndryshojë. Shumë njerëz besojnë se për të marrë bekime duhet të kërkojnë vazhdimisht, të luten më shumë, të provojnë më fort. Ata mendojnë se sa më shumë të kërkojnë, aq më afër janë përgjigjes. Por e vërteta është ndryshe dhe ndoshta pak e vështirë për t'u pranuar. Sa më shumë që përqendrohesh te ajo që mungon, aq më shumë e forcon mungesën në jetën tënde. Është si një sinjal i heshtur që ti dërgon çdo ditë, një mesazh i brendshëm që thotë, unë nuk kam mjaftueshëm. Dhe jeta në mënyrë të çuditshme fillon ta pasqyrojë pikërisht këtë. Por njerëzit që e kanë zbuluar kodin e mirënjohjes funksionojnë ndryshe. Ata nuk presin të kenë gjithçka për të qenë mirënjohës. Ata zgjedhin të jenë mirënjohës edhe kur nuk kanë gjithçka. Dhe në atë moment diçka fillon të ndryshojë. Energjia e tyre ndryshon. Mendimet e tyre bëhen më të lehta. Dhe papritur mundësitë që nuk i shihnin më parë fillojnë të shfaqen. Sepse mirënjohja nuk është reagim, është krijim. Dhe kush e kupton këtë nuk jeton më duke pritur. Ai fillon të tërheqë. Ka diçka që ndodh brenda teje edhe nëse nuk e vëren. Çdo mendim që ke, çdo emocion që ndjen krijon një gjendje të brendshme që ndikon drejt për drejt në mënyrën si e përjeton realitetin. Shumica jetojnë në autopilot. Ata zgjohen, mendojnë për problemet, për mungesat, për atë që nuk funksionon dhe pa e kuptuar, e programojnë mendjen e tyre për të parë gjithnjë të njëjtat gjëra. Por kur fillon të praktikosh mirënjohjen, diçka shumë e thellë ndryshon. Ti nuk po injoron problemet. Ti po ndryshon filtrin përmes të cilit e sheh jetën. Pa pritur, mendja fillon të kërkojë arsye për të qenë mirënjohëse. Edhe në gjërat më të vogla, ajo fillon të gjejë dritë. Dhe këtu ndodh transformimi i vërtetë. Ajo që dikur dukej e zakonshme fillon të marrë vlerë. Ajo që dikur mungonte nuk të kontrollon më. Sepse kur ndryshon ajo që sheh çdo ditë, ndryshon edhe ajo që ndjen. Dhe kur ndryshon ajo që ndjen, ndryshon mënyra si vepron. Dhe veprimet e tua krijojnë realitetin tënd. Kjo është fuqia që shumica nuk e kupton. Tani që e kupton mekanizmin, lind një pyetje e rëndësishme. Si aktivizohet ky kod i mirënjohjes në jetën reale? Shumë njerëz bëjnë një gabim të thjeshtë. Ata thonë faleminderit, por nuk e ndjejnë. Dhe pa ndjenjë nuk ka ndryshim. Kodi nuk qëndron te fjalët. Ai qëndron te përjetimi. Për një moment ndalo. Mbyll syt dhe mendo për diçka që tashmë e ke, diçka e vogël, ndoshta e zakonshme, por reale. Mund të jetë fryma që merr. Një person që ka qenë pranë teje. Një moment qetësie që e ke përjetuar. Tani mos e mendo vetëm. Ndjeje. Lejoje atë ndjenjë të përhapet në trupin tënd qetë, pa nxitim. Kjo është pika ku gjithçka fillon. Sepse në atë moment ti nuk po kërkon më. Ti po vibron me atë që tashmë ekziston. Dhe jeta i përgjigjet kësaj gjendjeje në mënyra që nuk i pret. Kjo është praktika që ndryshon gjithçka, jo me zhurmë por në heshtje. Shumë njerëz e dëgjojnë për mirënjohjen, madje përpiqen ta praktikojnë. Për disa ditë, ata thonë faleminderit, mundohen të ndihen mirë dhe presin që diçka të ndryshojë. Por pastaj asgjë nuk ndodh.
Dhe ata ndalen. Jo sepse nuk funksionon, por sepse nuk e kuptuan një detaj thelbësor. Shumica e njerëzve e përdorin mirënjohjen si një mjet për të marrë diçka. Ata mendojnë, nëse jam mirënjohës, atëherë do të marr atë që dua. Por në atë moment gjithçka prishet. Sepse thellë brenda tyre qëllimi nuk është mirënjohja. Është mungesa. Është dëshira për të mbushur një boshllëk. Dhe jeta nuk reagon ndaj fjalëve që thua. Ajo reagon ndaj asaj që je në të vërtetë. Njerëzit që e aktivizojnë këtë kod nuk e bëjnë për të marrë. Ata e bëjnë sepse janë tashmë në një gjendje pranimi. Ata nuk thonë faleminderit për të ndryshuar realitetin. Ata thonë faleminderit sepse e ndjejnë. Dhe pikërisht kjo diferencë e vogël krijon një rezultat krejtësisht të ndryshëm. Ekziston një moment shumë i qetë pothuajse i padukshëm ku gjithçka fillon të ndryshojë. Nuk ka zhurmë. Nuk ka shenja dramatike në fillim. Vetëm një ndjesi e re brenda teje. Është momenti kur ndalon së kërkuari me ankth dhe fillon të ndjesh qetësi pa arsye të dukshme. Kur nuk ke më nevojë që gjithçka të jetë perfekte për t'u ndjerë mirë. Dhe pikërisht aty ndodh kthesa. Sepse në atë gjendje ti nuk po reziston më. Nuk po shtyn, nuk po detyron. Ti je në rrjedhë. Dhe jeta funksionon ndryshe kur nuk ka rezistencë. Papritur, gjëra të vogla fillojnë të ndryshojnë. Biseda të papritura mundësi që shfaqen ndjesi që lehtësohen. Jo sepse po përpiqesh më shumë, por sepse je në një frekuencë tjetër. Shumë njerëz e humbasin këtë moment sepse është i qetë. Por ata që e dallojnë nuk kthehen më pas. Sepse e kuptojnë, ndryshimi i vërtet nuk fillon jashtë. Ai fillon brenda. Ka disa shenja të heshtura që tregojnë se ky ndryshim tashmë ka filluar brenda teje. Shumë njerëz i përjetojnë por nuk i vënë re. Shenja e parë është e thjeshtë. Fillon të ndjesh më pak ankth për të ardhmen. Jo sepse ke të gjitha përgjigjet, por sepse nuk ndihesh më i humbur si më parë. Shenja e dytë. Gjërat e vogla fillojnë të japin kënaqësi të vërtetë. Një moment qetësie, një bisedë e thjeshtë, një ditë pa stres, dhe ti e ndjen më thellë se më parë. Shenja e tretë. Fillon të tërheqësh situata që përpara nuk ndodhnin. Njerëz që të kuptojnë më mirë mundësi që shfaqen papritur, zgjidhje që vijnë pa u lodhur. Dhe shenja më e rëndësishme. Ti nuk ndihesh më në luftë me jetën. Ka një lloj besimi të qetë, një ndjenjë se gjërat po vendosen vetë. Këto nuk janë rastësi. Janë sinjale që ti ke ndryshuar diçka brenda vetes. Dhe tani realiteti po fillon ta pasqyroj këtë. Ndoshta po mendon: pse disa njerëz ndryshojnë shpejt ndërsa të tjerët presin për vite? Përgjigjja nuk është te fati, as te rastësia. Është te thellësia. Shumica e njerëzve e praktikojnë mirënjohjen vetëm në sipërfaqe. Ata e mendojnë për disa sekonda dhe pastaj kthehen menjëherë te shqetësimet, te frika, te mungesa. Por ka disa njerëz që bëjnë diçka ndryshe. Ata qëndrojnë në atë ndjenjë. Jo për sekonda, por për minuta. Ndonjëherë për orë. Ata e lejojnë mirënjohjen të bëhet gjendja e tyre bazë, jo vetëm një moment i shkurtër. Dhe pikërisht kjo ndryshon gjithçka. Sepse truri fillon të përshtatet. Emocionet fillojnë të stabilizohen. Dhe realiteti fillon të reagojë më shpejt. Është si të ndryshosh një frekuencë dhe të qëndrosh aty. Sa më gjatë të qëndrosh, aq më shpejt vijnë rezultatet. Dhe kjo është arsyeja pse disa njerëz duken sikur tërheqin gjithçka me lehtësi. Ata nuk bëjnë më shumë. Ata qëndrojnë ndryshe. Edhe pasi e kupton këtë, edhe pasi fillon ta ndjesh ndryshimin, ekziston një gabim i fundit që shumë njerëz bëjnë. Dhe është shumë i padukshëm. Ata fillojnë të kontrollojnë gjithçka. Fillojnë të pyesin: a po funksionon? Kur do të vijë rezultati? Pse ende nuk ka ndryshuar gjithçka?
Dhe në atë moment pa e kuptuar ata dalin nga gjendja. Sepse kontrolli krijon tension. Dhe tensioni të kthen përsëri te mungesa. Është si të mbjellësh një far dhe çdo ditë ta hapësh tokën për të parë nëse është rritur. Ajo nuk rritet më shpejt. Përkundrazi dëmtohet. E njëjta gjë ndodh edhe këtu. Njerëzit që e ruajnë këtë gjendje nuk përpiqen ta kontrollojnë procesin. Ata nuk kërkojnë prova të menjëhershme. Ata besojnë dhe vazhdojnë. Dhe pikërisht ky besim i qetë mban gjithçka në lëvizje. Sepse kur nuk e ndalon rrjedhën, jeta vazhdon të përgjigjet. Në një moment, ndoshta sot, ndoshta nesër, diçka brenda teje do të bëhet e qartë. Jo si një ide, jo si një teori, por si një ndjesi e thellë që nuk mund ta shpjegosh plotësisht. Do ta kuptosh se gjithë këtë kohë nuk ishte jeta që të mungonte diçka. Ishte mënyra si po e shije. Do të kuptosh se nuk ke nevojë të kërkosh pa fund. Sepse shumë nga ato që ke kërkuar kanë qenë gjithmonë pranë teje. Vetëm nuk i ke parë. Dhe në atë moment fillon ndryshimi i vërtetë. Jo sepse bota jashtë ndryshon menjëherë, por sepse ti nuk je më i njëjti. Ti ndjen më shumë. Sheh më qartë. Dhe jeton me një qetësi që nuk varet nga rrethanat. Dhe nga ajo pikë gjithçka fillon të rrjedhë ndryshe. Sepse kur mirënjohja bëhet pjesë e asaj që je, begatia nuk është më diçka që e ndjek. Ajo bëhet diçka që të ndjek ty.